إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Në dërtejtë falendrimet I takojnë Allah të zëgjel, atë falendrojmë, prej ti kërkojmë falje edhe ndihmë, atë cilën Allah zëgjel e udhëzon s'ka kush që e devion, dhe atë cilën e devion nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj që nuk meriton të adhurohet askush me drejt përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmoj që Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Allah Azza wa Jalla në këto ajete që recitu më herët na jep 3 urdhra të mëdha. Urdhri I parë, o ju njerëz, ose o ju që keni besu, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtetë, mos vdisni veç se duke qenë musliman. Ajeti tjetër, o ju njerëz, keni frikë Zotin e ju, I cili ju ka kriju juve prej një mashkulli e prej ti ka kriju bashortën e ti, dhe prej atyne dëve ka kriju shumë burra e gra, keni frikë Allahun në emrin e cilit përbetoni dhe runi lidhjet farefisnore nga se Allah është bikëtyrës I përhershëm ndaj jush. Ajeti I tretë që recitum, thëtë Allah, në urdhan Allah Azza wa Jall, o ju që keni besu, keni frikë Allahun edhe thani fjalë drejta. A ju përmirëson juve punët e juve dhe ju fal juve gjunahet e juve. Kushdo që I bindet Allah dhe dërgimit e Tina ka arrit sukses të madh. Pastaj padyshim që fjala më e mirë, fjala më e hajrit, fjala më e drejtë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështjet më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikë është bidat, çdo bidat është humbje. Do thot, si që kemi paralajmëru edhe më herët, gjerata jonë ose dersi jonë do tjetë rreth ajetit 36 surës e Nisa. Ajetin për cilin djetartë Allah I mëshiroft e kanë quajtur si ajeti I 10 të drejtave. Nga se Allah I madhërishëm në këtë ajet ka folë për 10 drejta. Janë për drejta më të mëdha njerëzore. Allah Azza wa Jall në këtë ajet ka folë për 10 drejta që ka janë të ndryshme, që ka padyshim që janë prej drejta që do të më shumti mi kushtuar rëndësi njerëzimit. Nga se Allah Azza wa Jall është ai I cili I ka veçuar këto 10 drejta në këtë ajet. Në këtë ajet Allah Azza wa Jall thotë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا." Domethënë ajetet është adhuroni Allahun e mos I bani shok asgjë. Të keni bamirësi ndaj prindve, edhe ndaj farefisët, edhe ndaj jetimave, edhe ndaj të varfërve, edhe ndaj kujshisë të afërt e të largët, edhe ndaj musafirit që ka met në rrugë, edhe ndaj atyne që I posedon e djathta juve. Me të vërtetë Allah Azza wa Jall nuk e don ai I cili është mendje madh edhe lavdërohet. Këto janë 10 drejta të cilat Allah Azza wa Jall I ka përmend këtë ajet. Allah Azza wa Jall, Allah I madhërishëm, ja ka nis drejtën e parë që ka cekë në këtë ajet është drejta e Tij. Nga se drejta e Tij është drejta më e madhe.
drejta më e madhe për të gjitha drejta që ekzistojnë në këtë gjësi është drejta e Allahut azza wa jall, drejta e krijuesit kësaj gjësie. Prandaj Allah azza wa jall fillimisht e ka nisë prej drejtës tim, nga se drejta e tij është drejta më e madhe. Pastaj ka shkuar Allahi te më e rëndësishme tek ajo që është më pak e rëndësishme. Drejta më e madhe është drejta e krijuesit azza wa jall, e krijuesit madhëshëm, i cili e ka kriju qiellin edhe tokën, i cili do thotë e ka bë jetesën të përshtatshme në këtë univers për njerëzimin edhe për kafshët edhe për gjitha krijesat. Ai i cili natën e mbështjell me ditë edhe ditën e mbështjell me natë. Ai i cili atij i cilit i takon sundimi, atij i cilit i takon urdhrimi. Atij i takon sundimi i qiellit dhe i tokës, po i takon edhe urdhrimi. Rrjedhimisht, pasi që Allah azza wa jalla i takon sundimi, atij i takon edhe urdhrimi. Prandaj Allah azza wa jalla ka fillimisht me drejtën e tij dhe ka thënë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun edhe mos i bëni shirk asgjë. Mos i bëni shok asgjë. Dhe kjo njëkohësisht do thotë është edhe qëllimi për çka Allah azza wa jalla ka kriju krijesat. Allah azza wa jalla nuk i ka kriju krijesat që të pasurohet me to, as që të ushqehet me to, as nuk dëshiron prej tyre furnizim, përse për vetëm një qëllim që me adhuru ata mos mi bashkë asgjë. Siç thot Allah azza wa jalla: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Nuk i kam kriju gjinët e njerëzit për tjetër veç se të më adhurojnë. Prej atyre nuk dua asnjë rrezik, asnjë furnizim, as që dëshiroj se ata të më ushqejnë. Me vërtetë Allah është ai furnizuesi fuqiploti. Prandaj Allah azza wa jall krijesat i ka kriju që me adhuru vetëm ata. Dhe për këtë qëllim Allah azza wa jall e ka kriju qiellin e tokën. Për këtë qëllim Allah azza wa jall ka dërguar pejgamber. Ka dërguar pejgamber në çdo popull. Siç thot Allah azza wa jall: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Veç se kemi dërguar në çdo popull të dërguar që t'ju thot atyre adhuroni Allahun dhe largoni tagutave. Largoni çdo sende që adhurohet përveç Allahut. Allah azza wa jall në çdo popull i ka dërguar pejgamber për m'u treguar atyre se për çfarë janë kriju. Për m'u treguar atyre që me adhuru Allahun e mos më bashkë asgjë. Për këtë qëllim Allah azza wa jall madje edhe libra ka zbrit. Ka zbrit libra tek të dërguarit e tij. Si thot Allah azza wa jall: "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Me vërtetë ne kemi të dërguarit tanë me argumente të qarta. Dhe aty ne ju kemi dhënë librin edhe peshojën që njerëzit të gjykojnë me drejtësi. Thot Allah azza wa jall, përveç që ka dërguar pejgamber në çdo popull, ka zbrit edhe libra. I ka zbrit libra të dërguarve të tij, që në mënyrë që njerëzit të udhëzohen përmes tyre. Siç thot Allah azza wa jall për librin, prej libra më të mëdha që ka zbrit është padyshim edhe Tevrati, për cilën thot Allah azza wa jall në surën Al-Baqara: "Wa laqad atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun." Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ne me vërtetë ja kemi dhënë Musës librin edhe Furqanin. Furqan do të thonë ai që dallon vërtetën prej të kundërt. Për çka ja kemi zbrit Musës librin dhe Furqanin? Në mënyrë që ju të udhëzoheni. Në mënyrë që ju të udhëzoheni. Ashtu edhe domon edhe Isës, bijit Meriemës, Allah azza wa jalla ja ka zbrit Injilin, në mënyrë që ata të udhëzohen. Edhe padyshim që shpallën më të madhe edhe më të mirë edhe vulën e shpallëve e ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai është Kur'ani, që ne të udhëzohemi, që ne ta njohim rrugën e drejtë. Prandaj Allah azza wa jall për të drejtën e tij i krijoi 7 palë toka. Për këtë dërgoi pejgamber edhe për këtë zbriti libra. Dhe me të vërtetë përderisa ky është qëllimi i krijimit, me adhuru Allahun mos më bashak, atëherë kjo është edhe vepra më e mirë që mundet me bëni. Njëri nuk mundet me bë vepër më të mirë se sa me adhuru Allahun azza wa jall. Me atë që ai na ka mësuar me gjuhën e të dërguarve të tij.
Atë kjo është vepra më e mirë që mundet me bë robi, që me adhuru krijuesin e tina, me realizu qëllimin për çka është kriju. Në njëkohësisht, kjo është edhe mëkati më i madh që mundet me bë njëri nëse kundërshton qëllimin për çka është kriju. Prandaj Allahu azza wa jall këto dy çështje i ka bashkuar këtë ajet. Dhe ka thënë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i bani shirk asgjë. Fillimisht po thotë Allah, adhuroni Allahun e mos i bani shirk askënd. Po urdhëron Allah azza wa jall që me adhuru atë, edhe po ndalon që mi bë shirk. Po urdhëron për qëllimin që kanë kriju krijesat, po ndalon të kundërtën e asaj. Adhuroni Allahun azza wa jall dhe mos i bani shirk kur gjë. Çka është ai adhurimi për të cilën Allah azza wa jall i ka kriju krijesat? Prej dietarëve që më së miri e ka dhënë definicionin e adhurimit është Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, i cili thotë al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batin. Domthon adhurim, al-ibada ismu jami', adhurimi është emër për mbledhës. Emër për mbledhës. I çdo seni të cilën Allah azza wa jall e don edhe është i kënaqur atë. Prej fjalëve apo prej vepra, qofshin ato të dukshme apo të padukshme. Thotë Allah azza wa jall, çdo lloj fjalë, çdo lloj vepër, qoftë ajo dukshme, qoftë e padukshme, që e don Allah dhe është i kënaqur me ta, ai është adhurim. Prej fjalëve të padukshme janë fjalët e zemrës, e që është për qëllime. Me bë qëllimet vetëm për hir të Allahut azza. Prej veprave të padukshme janë veprat e zemrës. Janë dashuria për Allahun, frika ndaj tina, shpresa në mëshirën e tina, mbështetja ndaj atij e kështu me radhë. Prej fjalëve dukshme janë fjalët e gjuhës. Përmendja e Allahut azza wa jall, leximi i Kuranit, urdhërimet të mira, ndalimin nga e keqja, mbajtja e premtimeve, çumja me aneta në vend e kështu me radhë. Këto janë fjalët e dukshme. Kurse veprat e dukshme janë veprat e gjymtyrëve, si janë namazi, zakati, agjerimi, haxhi, tamam ndihma e dëvarfëve, respekti ndaj prindërve, lufta në rrugën e Allahut e kështu me radhë. Këto janë ibadete. Çdo sen, qoftë ai dukshëm, qoftë fjalë e dukshme ose fjalë e padukshme, qoftë vepër e dukshme, qoftë vepër e padukshme, që Allah e dhan dhe është i kënaqur me ta, krejt kjo hin adhurim. Krejt kjo obligohet që mi kushtu vetëm Allahut azza wa jall, askujt tjetër. Thot Imam Kurtubi rahimahullah rreth këtij ajeti wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, thotë ky ajet është esencë, ose është bazë që tregon se vepra duhet mi kushtu vetëm Allahut azza wa jall. Si thot Allah në ajetin tjetër, ala lillahi ad-dinul khalis. Me vërtet feja e sinqertë ta kanë vetëm Allahut azza wa jall. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon çfarë ka thënë Allahu i Madhëshëm. Allah azza wa jall, kjo është hadith qudsi, do thot. Allah azza wa jall thot, inna Allah tabaraka wa taala yaqul ana khayru sharikin faman ashraka ma'iya sharikan fa huwa li sharikin. Do Allah i Madhëshëm këtë hadith qudsi thot, me vërtet do thot unë jam më i miri ortak. Dhe kushdo që bën një vepër që e bën mua ortak në atë vepër, atëra ajo vepër është për ortakin tim. Nuk i takan Allahut azza wa jall ajo vepër, ai takan atij për të cilën ti e ke vepruar. Nëse një vepër ti e bën edhe për Allahun e për tjetër kënd, atëra ajo vepër nuk është për Allahun, ai është për atë tjetrën, sepse Allah është më i pasuri, më i pavarur. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon hadith thotë ja ayuhan nas akhlisu a'malakum fa inna Allaha ta'ala la yaqbalu illa al-a'mal illa ma khalasa bihi, apo kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. O ju njerëz, bëni veprat e juaja të sinqerta ndaj Allahut azza wa jall, sepse Allah nuk i pranon prej veprave veç ato që janë bërë sinqerisht për ta. Dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë wala taqulu hadhihi lillahi wa lirrahim fa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha shay. Dhe mos thuni kjo është për Allahun dhe për farefisën, sepse ai është për farefisën edhe nuk ka të bëjë asgjë me Allahun azza wa jalla. Nuk i takon Allahut asgjë ajo vepër. Dhe gjithashtu po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha shay. Dhe mos thani kjo është për hir
për herë të Allahut dhe për herë të juve, sepse ajo është për herë të atij që ne kanë bërë, kurse Allahut azza wa jalla nuk I takon as pak ai vetëm. Po, dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon me një hadith sakt, se ne ka bërë Imam Albani Hasan, thot idha jama'a Allahu an-nasa yawm al-qiyamah yunadi liyawmin la rayba fihi yunadi munadin man kana ashraka fi عمله يعني غير الله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kur Allah azza wa jall të bëj njerëzit ditën e Kiametit në një ditë në cilën nuk ka dyshim, atëherë do të thotë Allah azza wa jall ose do të thirr një thërs kushdo që I ka bë Allahut shok ndonjë gjë në veprën e tij, atëherë le ta kërkoj shpërblimin prej atij që e ka bë atë vepër. Atë kjo është padyshim një poshtrim për ata të cilët, për ata të cilët I bajnë veprat jo sinqerisht për të Allahut, nga se aty në ditën e Kiametit do t'ju thuhet lypni shpërblimin për atyne cilën e keni bërë vepra. Lypni shpërblimin për hir të atyne cilën e keni bërë vepra. Domthon ky ajet që tha Imam Kurtubi është esencë ky ajet që tregon se vepra duhet me kushtu vetëm Allahut azza wa jall dhe askujt tjetër. Prandaj Allah azza wa jall thotë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni Allahun, mos I bani shirk asgjë. Këto ajete që ka ardhur mos I bani shirk asgjë ose mos I bani Allahut shok asgjë, që ka ardhur në mënyrë domthon nekira, I thonë në arabe, në mënyrë pa njohur. Në mënyrë pa njohur kur vjen ndonjë shprehje në arabe nuk kupton, domthon jo për kufizim. Në çdo lloj shirku largoni. Qoftë ai shirk I madh, qoftë shirk I vogël, qoftë shirk I dukshëm, qoftë I padukshëm. Largoni, adhuroni Allahun dhe mos I bani asnjë lloj shirku atina. Shirku I madh është mëkati më I madh padyshim, sa ai është mëkat cilën nëse vepron vepruesi I zhduken veprat, gjitha veprat e mira. Dhe nëse vdes me ata, atëherë është përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. E shirkun e madh e kanë vlerësuar dietarët dhe kanë thënë mja caktu do thotë një drejt dikujt tjetër, dikujt prej krijesa që I takon vetëm Allahut azza wa jall. Mja ka kushtuar një adhurim që I takon vetëm Allahut azza wa jall, mja kushtuar krijesa atina. Siç është lutja, shpresa, frika, qurbani e kështu me radhë. Secili që e bën ndonjë adhurim dhe ja dedikon ata tjetër kujt përveç Allahut, atëherë ai ka bë shirk të madh. Kurse shirku I vogël, disa dietarë kanë përkufizuar dhe kanë thënë çdo lloj vepra, çdo lloj vesile, çdo lloj mjeti që çon te shirku I madh është shirku I vogël. Prandaj në shirk të vogël hen mas pore ai që ka thënë më herët, mi bë veprat për sy faqe. Mi bë veprat për hir të njerëzve. Ky është shirku I mshaft, cilën don pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një rast ka hyrë tek sahabët e tina dhe I ka pasur që po flasin për Dejjalin. Edhe ju ka thonë I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam atë ju tregoj diçka që ka friksona më shumë për ju se sa Dejjali. Ka thonë shirku I mshaft. Njeriu thuhet më fal vetëm sa më pa njerëz. Kjo është ai për cilën I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është friksuar për ne më shumë se sa për Dejjalin. Shirku I mshaft. Nga se ky shirk që ka thonë Ibn Abbasi radiallahu anhu është më I mshaft se sa bubrejci I zi në gurin e zi në natën e ertë. Dhe thëtë, shirku I mshaft është shumë I mshaft. Ata nuk mund me dit askush përveç Allahut azza wa jall. Askush përveç Allahut azza wa jall. Kushdo që bën ndonjë vepër që shesek më herët, e bën për hir të Allahut, e bën edhe për hir tjetër kujt, atëherë ai ka bërë shirk të vogël. Dhe kjo është mëkati më I madh mas shirkut të madh. Dhe kjo shirku I vogël, në dallim me shirkun I madh, nuk I zhduk gjitha veprat e mira, po I zhduk vetëm disa. I zhduk ato me cilën përzihet. Ana e vepër që bëhet me sy e faqe, nuk pranohet tek Allahu azza wa jall. Allahu I madhëshëm nuk e pranon. Ky është shirku I mshaft. Shirku I dukshëm bëhet me gjuhë dhe me vepra. Me gjuhë bëhet nëse njeriu betohet tjetër kanë përveç Allahut, ose nëse thot mos ti shkon Allah dhe filani. Ky është domon llogaritët shirku I vogël në shprehje ose në gjuhë. Kurse shirku I vogël në vepra dukshme është nëse dikush vendos diçka që mi sjell fataja, qoftë ajo hajmali, qoftë do të thotë pen, qoftë hekër ose çka do të qoftë.
që vendos në trupin e tij ose në pasurinë e tij ose në fëmijën e tij. Çka do të thotë që vendos njëri prej gjërave materiale për mi sjell fat, për mi sjell ndonjë dobi ose mi largu ndonjë fatkeqësi, atëherë kjo është shirk i vogël në vepër. Do të më pas parasysh që kanë esenca e shirk i vogël. Mirë, po nëse njëri thotë që ajo vet sjell fat, do thotë vet ai objekt sjell fat, siç është për shembull hajmalia vet ajo sjell fat, jo Allah, atëherë kjo shndrohet në shirk të madh. Kjo shndrohet në shirk të madh. Pra kjo është drejta e parë cilën Allah Azza wa Jalla e përmend në këtë ajet. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i bani shirk asgjë. Do të thotë mos i bani shirk as të madh as të vogël, as dukshëm as të padukshëm. Kjo është drejta e parë. Pastaj Allah Azza wa Jalla vazhdon dhe thotë: "Wa bil walidaini ihsana." Dhe të keni ndaj prindërve bamirësi, të sillen e mirë me prindët e juaj. Don Allah Azza wa Jalla aqem epitet nalt i ka dhënë prindëve në Islam, sa që të drejtën e tij e ka bashkuar me të drejtën e prindëve. Jo vetëm këtë ajet, por në ajete të tjera në librin e tij Allah Azza wa Jalla e bashkon të drejtën e tij me të drejtën e prindëve. Allah Azza wa Jalla thot në surën Al-Isra thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti jot ka porositur se të mos adhurohet askush përveç tij dhe që prindët respektohen. Do thot prindët e kanë epitetin shumë të lartë në Islam, e kanë statusin shumë të lartë në Islam. Vetë fakti që Allah Azza wa Jalla të drejtën e tij e ka bashkangjit me drejtën e prindëve, kjo mjafton për me tregu vlerën e prindëve, statusin e prindëve në Islam. Dietarët kanë thënë: "Fa ahqqu an-nasi ba'da al-khaliq al-mannan bi-shukri wal-ihsan wal-iltizam bil-birri wat-ta'a lahu wal-id'an man qarana Allah al-ihsan لعبادته وطاعته بشكره والشكر وهما الوالدين. Ka thënë dietar që njëri që më shumë të ka të drejta, kuptohet pas krijuesit të madhëshëm, ai që ka më shumë të drejta pas krijuesit të madhëshëm, është ai i cili domthon Allah Azza wa Jalla falëndrimin edhe bamirësinë edhe do thotë sjelljet e mira edhe bindjen e tij e ka bashkuar me bindjen e tij, ata janë prind. Allah Azza wa Jalla në disa vende ka bashkuar, që e përmendëm më herët, të drejtën e tij me drejtën e prindëve. Madje edhe falëndrimin e ka bashkuar Allah Azza wa Jalla, siç ka thonë në një ajet në surën Luqman, nëse nuk gaboj: "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Falëndram mu dhe prindët e tu tek unë është ardhmja. Allah Azza wa Jalla po thotë falëndram mu edhe prindët e tu. Do thotë pasi që vepra më e mirë është tauhidi dhe adhurimi i Allahut dhe mos bëmja e shirk asgjë, atëherë menjan më saj vepra më e mirë është respekti i prindëve. Nëse kjo është e drejta më e madhe mas drejtës të Allahut Azza wa Jalla. Drejta më e madhe mas drejtës të Allahut Azza wa Jalla. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thotë se kam pyet të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se cila vepër është më e dashura tek Allah. Ka thonë es-salatu ala waqtiha, ka thonë namazin kohën e vet. Kultu thumai, thash pastaj cila është vepra më e dashur tek Allah? Ka thonë respekti i prindëve. Tani thash cila është pastaj vepra më e dashur tek Allah? Tha xhihadi në rrugën e Allahut. Tha drejta e parë që tham është drejta e Allahut lidhet me namazin. Përse ata pejgamberi sa është përgjigj se vepra më e mirë është namazin kohën e vet. Kjo lidhet me drejtën e Allahut. Pastaj mas namazit më herë nuk po përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vepër tjetër përveç se respekti ndaj prindëve. Respekti ndaj prindëve. Edhe ashtu që është respekti ndaj prindëve prej vepra më të mira, ashtu edhe do thotë mos respekti ndaj prindëve është prej mëkateve më të mëdha. Prej mëkateve më të mëdha mas shirkut. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ala adullukum ala akbaril kabair." Atë mos ju tregoj për mëkatet më të mëdha, më të mëdhajave, thonë gjithçka i dërguar Allah. Thot el-ishraku billah wa huququl walidain. Thot bëmja është mëkat më të mëdha prej më të mëdha mëkate janë domthon mi bë Allah të shirk edhe mos mi respektu prind. Allah Azza wa Jalla ka edhe i dërguar me ti kanë bë bashk këto dy çështje si për smire si për skeqje.
Ashtu siç është vepra më e mirë me adhuru Allahun, mos mi bë shirk, edhe mi respektu prind, ashtu edhe mëkatet më të mëdha janë mi bë Allahut shirk edhe mos mi respektu prind. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sakt thotë rida ar-Rabb tabaraka wa taala fi rida al-walidain wa sakhatullah tabaraka wa taala fi sakhati al-walidain. Do të thotë kënaqësia e Zotit madhërisëm është në kënaqësinë e prindve, ndërsa hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindve. Atë kënaqësia e Allahut azza wa jall është në kënaqësinë e prindve. Dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindve. Do të thotë nëse i kënaq prindët tu me bindje ndaj Allahut azza wa jall, atëherë kështu e arrin kënaqësinë e Allahut. Nëse i dhran prindët tu pa kur fare drejtë, atëherë kërcënim për këtë është se edhe Allahu azza wa jall do të hidhrohet me ty. Dhe prind janë do të thotë dy vepra që kanë shumë të mira, që njëri mundet me arrit shumë sukses me ta, mundet me afru Allahut shumë me këto vepra, por njëkohësisht mundet edhe me pështru veten shumë përmes mos respektit ndaj prindve. Po, pastaj Imam Kurtubiu në komentin e këtij ajeti thotë prej respektit ndaj prindve dhe prej bajmërsisë ndaj tyre është që nëse për shembull vjen koha e xhihadit, është që mos me bë xhihad përveç se me lejen e tyre. Argument për këtë është që një person ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka lyp që me dhënë leje me shku me bë xhihad në rrugën e Allahut azza wa jall. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pyet, a i ki prind tu gjallë? I thotë, po. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fihi ma fajahid. Atëherë për prindët tu bë xhihad. Për prindët tu bë xhihad. Se xhihad me përkthy shqipi vjen përpjekje. Për prind tu bë përpjekje. Për prind tu bë përpjekje ose xhihad duke ju shërbyer atyre, duke u kryer nevojat e tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka këshillu këtë sahabë që me shku në xhihad, domethënë ku është xhihadi farz kifaje, në obligim kolektiv, përderisa i ka prind xhihad. Kjo është argument, domethënë që nuk shkohet në xhihad pa lejen e prindve. Kjo është prej respektit të madh që Allah që mundet me avaru mbi prindve. Gjithashtu është një hadith i saktë që një person ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë kum ardhur që me ta dhon besatimin për hijret. Dhe i kum lanë prindët e mi duke qajtur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë irji ilayhima fa adhakuma kama abkaytahuma. Ktheu tek prindët e tu dhe bëni ata që të qeshin ashtu që ke bë që të qajnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij sahabi as besatimin nuk ja ka dhënë për hijret, vetëm si shkak që ai i ka bë prindët e tij të qajnë. Dhe i ka urdhëruar që të kthehet te prindët e tij dhe që të mbajt muqesh ashtu që ka bë me ta. Pastaj m'ia dhon besatimin. Dhe prej mënyra që mundet do të respekti ndaj prindve nuk është i lidhur vetëm gjatë jetës tyre. Respekti ndaj prindve mund të bëhet edhe pas vdekjes tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë inna min abarri albir silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi ba'da an tufi. Do të prej respektit më të mirë që mundet me bë fëmia ndaj prindve të tij është që me mbajt do të thotë lidhet e prindve mas vdekjes tyre. Për shembull, baba e ka pas ndonjë shok që ka deshur shumë të me respektuat shok të babës mas vdekjes së. Kjo është prej respektit që ja bën njëri prindit mas vdekjes së tij. Gjithashtu prej respektit është më lut për ta. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Don kur vdes biri i Ademit i ndërpriten veprat për ashtri. Sadaqatun jariyah, domon sadak rrjedhse, sadak që vazhdon, apo ilmun yuntafa'u bih, apo ndonjë dije që tjerë kanë dobi prej saj, apo waladun salihun yad'u lahu, apo ndonjë fëmijë i mirë që lutet për ta. Në kjo është prej vepra të mira që i vazhdojnë njerëzit edhe pas vdekjes. Se fëmia që domthon prindi më alon një edukat mirë fëmis. Se këtu bëhet fëmia i mirë, nuk po thotë fëmia i keq. Fëmia i mirë është ai fëmijë që prindja ka edukuar qysh prej vezelisë, dhe u bë i mirë si shkak i edukatës prindit. Prandaj kjo vepër i vazhdon prindit edhe pas vdekjes së tij. Sidomos kur ai lutet. Sidomos kur ai kërkon falë ndaj fëmisë. Do thotë respekti ndaj prindve është obligueshëm gjatë jetës tyre edhe pas vdekjes tyre. Mirë po, respekti ndaj prindve në veçantë do në obligohet edhe më shumë kur të arrijnë flesninë e tyre.
kur të arrin plesninë e tyre. Nga se Allah Azza wa Jall në ajetin që cek më herët surës Al-Isra, domthon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan çka më herët ka porosit Zoti jot se të mos adhurohet askush përveç tij dhe të prind respekton. E nëse e arrit ata prindët e tu, do të thotë mosha pleqërisë, ata të dot apo ndonjanin prej tyre, atëre mos ju thuaj aty na as of wala tanharhuma, do të thotë edhe mos u sjell i vrasht ndaj tyre, mos u sjell me ashpërsi ndaj tyre. Wa kullahuma qawlan karima, dhe thuju aty në fjalë të ndershme. Të thotë Allah Azza wa Jall përveçon respektin ndaj prindërve kur të arrin pleqërinë e tyre. E dietarët thonë shkak pse Allah Azza wa Jall e ka veçuar respektin ndaj prindërve gjatë pleqërisë tyre, është se ata arrin dobësinë gjatë pleqërisë. Arrin dobësinë edhe kanë më shumë nevojë kur të janë pleqëri. Ashtu që ka pas nevojë kë fëmia kur u kanë i vogël, kur ka qenë djat, kur ka qenë fëmijë, që prind sjellen me ta, ashtu kanë nevojë edhe këta prind në pleqëri që këmu mu sjell mirë me ta. Edhe llogaritet prej poshtrimit edhe dështimit njerit, nëse prind e tij ndonjani prej tyre ose ato do të arrin pleqërinë nuk e fiton xhenetin përmes tyre, kjo llogaritet prej poshtrimit ndaj njerit. Nga se ka ardhur në hadith sakt që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast nuk u nxit hutbë ka thonë 3 herë amin, amin, amin. An për çdo lloj hap që ka qenë hutbë ka thonë amin. Alaykum assalam. Edhe sahabët e kanë pyetur, ai dërguari i Allahut na nuk kemi pa më herët se ti do të thotë të veprosh kështu. Thotë am keni dëgjuar? Thotë po. Thotë me vërtet më ka ardhur Xhibrili dhe më ka porosit me 3 lutje dhe unë të mba amin mas aty. E para është që domthon i poshtruar qoftaj i cili i arrin prindët e tij pleqërinë e tij ndonjani prej tyre apo të dot edhe nuk e fiton xhenetin përmes tyre. Thuaj amin, kum thon amin. Pastaj lutja e dytë është i poshtruar qoftaj i cili arrin Ramazani edhe nuk bëhet shkak të më fal mëkatet. Thash amin, thuaj amin, thash amin. Pastaj i poshtruar qoftaj i cili kur të përmendesh ti nuk thën salavat me ty, thuaj amin, thash amin. Do të thotë pe shkaqja të poshtrimit njerit, të turprimit njerit, është që nëse prindët e tij arrin pleqërinë e tij, qoftë njani, qoftë nana, qoftë baba ose qoftë të dot, edhe ata duk nuk bëhen shkak që me sjelljen e mirë ndaj tyre me fitu xhenetin. Prandaj respekti ndaj prindërve në pleqëri është edhe më i obligueshëm. Na përmendëm më herët që Allah Azza wa Jall tha as of mos më thon prindërve. Dat as of mos më thon prindërve. Of është fjalë, si thonë dietarët, është kelimetu rafd. Është fjala e refuzimit. Është fjala e refuzimit. Dan përderisa Allah i Madhëshëm nuk na ka lënë që prindëve as of mos më thon, atëherë çka është puna për diçka më të madhe. Çka është puna për atë që ne ja kthen fjalën. Çka është puna për atë që janë ngrit zonin, kështu me radhë. Kjo është i thojnë el-mafhum el-muwafaqa, prej rregullat që në kuptim i drejt për drejt, që përfituat prej argumentet të Kuranit së dan. Piksoj sti ajetit kuptohet që përderisa Allah Azza wa Jall na ka ndaluar më thon of prindë, tjerat sa ne edhe më shumë na kanë dhënë. Po. Edhe çka po thot Allah në fund të ajetit, wa kullahuma qawlan karima, dhe thuaju aty në prindë fjalë ndershme. Çka janë ato fjalë ndershme? Fjalë ndershme kerime janë ato fjalë si thojnë ulemaja, janë ato fjalë të cilat janë të pastërta nga çdo emet. Fjalë ndershme është ajo fjalë e cila është pastër nga çdo emet. Siç e thuhet për shembull arit i ndershëm, nga sa është ari pa tmeta, është ari i përpunuar. Ashtu edhe ato fjalë ndershme janë ato fjalë që janë pa ndonjë tmet. E këto fjalë janë ato fjalë të cilat Allah Azza wa Jall na ka urdhëruar të thonë prindë tonë. Në rast se ndodh rasti që fëmia largohet prej prindët, atëherë Allah Azza wa Jall na ka urdhëruar në ajetin në vazhdim thotë wa kullahum qawlan maysura, thuju atyre fjalë lehtësuese. Ja lehtësu domthon, nëse ata janë dëshpërim ose në pikëllim, atëherë më ja lehtësu brengën e tyre. Po, kjo është sa i përket respektit prindëve. Kjo është e drejta e dytë që Allah Azza wa Jall e ka përmend në këtë ajet.
E drejta e tretë është e drejta e farefisit. Në Allah i Madhëshëm, pasi që po urdhëron që prind mos sjell me bamirësi ndaj tyre, po urdhëron që edhe me pas bamirësi ndaj farefisit. Farefisi i cili ka lidhje me prind. Farefisi i njeriut ose është nga baba i tij ose nga nana e tij. Ose janë agjallart ose janë ndajallart. Allah azza jalla ka urdhëruar që me kanë bamirës, domthonë ndaj farefisit, siç është hadithi i saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyet, cili prej njerëzve meriton shoqërimin tam më të mirë, thot nana jote, thot pastaj kush? Thot nana jote, thot pastaj kush? Thot nana jote, thot pastaj kush? Thot pastaj baba e farefisi me radhë. Do thot mas parë 3 herë është nana, pastaj është baba, tani pastaj janë farefisi me radhë. Duke filluar domon nga dajallart, tezet, midja, hallat e kështu me radhë. Çdo musliman e ka obligim që mi majt lijet e tij farefisnore. Mirë po kush llogaritet si lidhje farefisnore? Si lidhje farefisnore që ne ka obligim muslimani me majt, disa dietarë thonë se është ata të cilët i ka muslimani mahrem. Ata të cilët i ka mahrem, muslimani ata e ka obligim që mi vizitu edhe me mbajt lijet farefisnore me ta. E kush janë mahrem njerëzit e dim gjithë. Janë mizallart, janë hallat, janë dajat, janë tezet, gjyshi, babgjyshi, e kështu me radhë. Këta e din secili musliman. Në janë këta ata të cilët obligohet muslimani si me pas bamirësi ndaj tyre me vizitu edhe me ndihmu nëse kanë ndonjë nevojë. Në një hadith sakt thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do thot Allah azza jall masi që ka përfundu krimin, atëherë është ngrit farefisi dhe ka thënë: kjo është pozita e atij i cili kanë mbrojtjen tënde nga shkëputja e lidhjeve. Atëherë Allah azza jall thot: "Naam", thot po. A nuk je kënaqur ti që unë me lidh atë i cili të lidh ty edhe me shkëput atë i cili të shkëput ty? Do thot Allah azza jall në këtë hadith janë 2 komentime dietare lidhur me këtë. Do thot e para është që këtu po në këtë ajet po thuhet që do thot farefisi masi që Allah përfundon krimin, farefisi ngritet dhe flet. Disa dietarë thonë është për thënim doni me laçe e merr vendin e farefisit dhe flet në vend tyne. Kurse disa thonë që për qëllim është sikur do thot ti zhdhan logjik farefisit atëra i shprehin këtë mënyrë. Do thot Allah azza jall ka thënë që a nuk je i kënaqur që me mbajt lidhet me atë i cili i mban lidhet me ty dhe me shkëput atë cili shkëput ty. Allah azza jall ai i cili e mban farefisin, Allah azza jall edhe Allah azza jall e mban atë me mëshirën e tij. Kurse ai i cili shkëput lidhet farefisnore, atëra Allah azza jall e shkëput mëshirën ndaj tij. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër saktë që transmeton Buhariu Muslimi: la yadkhulul jannata al-qati'. Nuk do të hyjë në xhenet ndërprerësi. Dietarët thonë se për qëllim këto nuk do të hyjë në xhenet ndërprerësi i lidhjeve farefisnore. Kjo është kërcënim i rëndë, do thënë. Nuk do të hyjë në xhenet ndërprerësi i lidhjeve farefisnore. Më shumë që si tha më herët, që meriton bamirësinë e respektin janë prind. Pastaj më njëherë mas këtyre vijnë lidhja farefisnore. Kjo është e drejta e tretë me cilën na ka urdhëruar Allahu azza në këtë ajet. E drejta e katërt, ka thënë Allahu azza jall wal yatama, edhe me jetimat. Ka thënë me jetimat të jeni bamirës. Të jeni bamirës edhe me jetimat. Nga se jetimat me vërtetë janë nga shkaku që Allahu azza na ka urdhëruar të sjell mirë me ta, nga sa ata janë prej dëptëve. Nga se jetim llogaritet sipas shumicës dietarëve ai i cili do thotë ka dek baba i tij, duke qenë jo në moshën e pubertetit. Ky llogaritet jetim. Disa thonë nëna, po mendimi më i saktë është që baba. Ndërsa disa dietarë thonë që te kafsha llogaritet jetim nëse i vdes nana, kurse njerëzit llogaritin jetim nëse ju vdes baba. Do të ati i cili i vdes baba në veçli, ai llogaritet jetim. Nga se ai i cili është kujdes për ta, është domthon ka qenë kujdestari i tij, është për kujdes për mirëmbajtjen e tij, për furnizimin e tij, me ushqime kështu me radhë, ai vetëm se ka shkuar. Prandaj jetimi është në një gjendje dobësie. Edhe Allah azza jall prandaj na ka urdhëruar mos sjell mirë me jetimin. Edhe
të qenurit jetim nuk është pështrim. Padyshim që nuk është pështrim. Nga se edhe vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që është krijesa më e mirë ka qenë jetim. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shkallën më të lartë të jetimërisë, nga se ka lindur jetim. Kjo është shkalla më e lartë që e jetimërisë domthon, që njeriu të lindet pa prind. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dikë baba i tij Abdullah, disa thonë 2 muaj para se me lind. Para lindjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind jetim. Kjo nuk është pështrim. Kjo është padyshim, kjo vetëm se tregon dobësinë e tina dhe urdhrin, prandaj Allahu azza wa jalla ka urdhëruar që mos sjell bamirësisht ndaj tyre. Lidhur me jetimat thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatin. Do të thotë pejgamberi, unë edhe kujdestari i jetimit në xhenet jemi si këta 2 gishta. Ka bashku do të thotë gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Do të thotë as pozit nalt i ka dhënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kujdestarit e jetimit, sa që ka treguar se në xhenet do të jetë ai edhe kujdestari i jetimit shumë afër njëri tjetrit, si 2 gishtat që janë afër njëri me tjetrin. Kjo sa i përket bamirësisë ndaj jetimit, kjo ka e drejta e 4, cilën Allahu azza wa jall e përmend në këtë ajet. E drejta e 5, po thot Allahu azza wa jall wal masakin. Don tieni bamirësa ndaj të varfërve. Don jetimat e të varfrit është një gjë që i bashkan të dy llogaritën prej shtresës, domthon prej shtresës dopt njerëzore. Prandaj Allahu azza wa jall na ka urdhëruar që me kanë bamirës ndaj tyre. Bamirësia ndaj të varfërve është e obligueshme ndaj çdo muslimani që ka mundësi. Kushdo që ka mundësi me ndihmu të varfëra është i obliguar që me ndihmu ata. Fillimisht është i obliguar me zakat, do të thotë. Zakati është prej shtyllave të Islamit dhe ka obligim çdo musliman që ka mundësi që e ka arrit atë shkallën që me jep zakatin, që është një pasuri që është 1/4 e pasurisë që jepet do të thotë brenda një viti. Nëse një pasuri ka vazhduar dhe pa lëkundër ose konstante brenda një viti, nëse brenda një viti aja pasuria ka vlerën e 85 gram are, atëherë obligohet musliman me jep 1/4 e saj, ose për ndryshe 2.5%. Mirë, po përveç kësaj do të jetimat me ndihmu në mënyra tjera ndryshme. Me ndihmu me ushqim fukaret. Allahu azza wa jalla shpesh në librin e tij përmend ushqimin e fukareve don. Alam ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Nuk e ke pa atë që e përgënjeshtron ditën e ringjalljes, është pikërisht ai që e lën jetimin. Dhe ai është që nuk i nxit tjerët me ushqim fare. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ashtu në përshkrimin e banorëve të zjarrit thot innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Ai me vërtet nuk e ka ata banorët e zjarrit, Allahu po thot ai nuk e ka besu Allahun e madhreshëm. Dhe po ashtu nuk ka nxit tjerë që me ushqim fukara. Dhe gjithashtu Allahu zgjeli përshkruan në një vend tjetër banorët e zjarrit dhe thot kur banorët e xhenetit i pyesin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmi din hatta atana al-yaqin. Dhe thot pasi që pyesin xhenetlit ju thonë çka ju ka hedhur ju në saqar. Saqar është prej emra xhenem. Ata përgjigjen dhe thonë nuk kemi kanë për atyne që falin namaz. Dhe nuk i kemi nxit tjerët me ushqim fukaret. Dhe kemi njerëz që ndru me njerëz të kotë, që janë mirë me sene të kota. Dhe gjithashtu e kemi gënjeshtruar dita e ringjalljes derisa ne ka ardhur vdekja. Kjo është cilësim tjetër i banorëve të zjarrit. Kurse cilësimi i banorëve të xhenetit është në surën El-Insan. Si thot Allahu azza yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Allahu azza banorët e xhenetit i përshkruan me këtë fjalë, që i mbajnë zatimet e tyre dhe i tutën një ditë që dami i saj është gjithëpërfshirës, në dita e ringjalljes. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Dhe gjithashtu ju japin ushqim nga vetë dëshira e tyre të varfënve, jetimave, edhe të shkretnave. Wa asira, me sa di kuptimi është dhe të shkretnave. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ne me të vërtetë ju ushqejmë juve për hir të Allahut, ne nuk dëshirojmë për juve
jazaan wala shukura. As shpërblim nuk dojmë për ju, as falendrim. Nuk dojmë për ju as shpërblim, as falendrim. Kjo është domosdoshmë ajo që ne do të me vepru muslimani. Që për me realizu këtë urdhër të Allahut azza wa jall, si më kanë bamirës ndaj fukarave në çfarë do lloj mënyre dhe më ushtryu ata sa të kenë mundësi. Do të në këtë ajet që e përmendi Allahu azza wa jall, që ata thonë ne ushtrojmë ju për hir të Allahut, nuk dojmë për ju shpërblim as falendrim. Ibn Taymija rahimahullah thot lidhur me këtë ajet se disa kur i bajnë mirë fukarave, ndoshta nuk ju kërkojnë atyre ndonjë shpërblim me pasurinë, mirë po ju thojnë bë dua për neve. Thot ai që ju thot fukares bë dua për mua, ai nuk e ka realizuar këtë ajet, se ky ka lyp shpërblim, ka lyp falendrim. Ai që i thot dëvartin masi i bën mirë, i thot bë dua për mua, kënd në far forme ka lyp prej atij shpërblim. Ai që don me realizu këtë ajet, ne ju ushtrojmë ju vetëm për hir të Allahut, nuk dëshirojmë për ju as shpërblim, as falendrim, atëherë le ta bëj këtë vepër për hir të Allahut dhe le të mundohet ta bëj fshehurazi. Që shtat Allahu azza në surën Al-Baqara, in tubtu sadaqati fa inma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum. Nëse japni sadakën haptazi, kjo është gjë e mirë. Mirë po nëse e mshefni dhe jo japni atë fukareve, kjo është do të thotë është më mirë. Do t'ju mbolojmë ju të metat e ju. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah është i gjithë informuar ndaj veprat ju. Allah nuk i mshefet asgjë. Allah azza wa jall nuk i mshefet asgjë. Po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhur me fukarat thot me një hadith sakt: "Es-sa'i 'ala al-armalati wal-masakin kal-mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala kal-qa'imi la yaftur wa kas-sa'imi la yuftir." Do të thot ai që kujdeset vazhdimisht ndaj do thot grave të veja, të cilat kanë me të veja si shkak i burra tyne që kanë ndekë si shahida. Ai që kujdesen ndaj grave të shahida dhe kujdesen ndaj fukarave, ai është në pozitën e mujahidit në rrugën e Allahut. Ai është në pozitën e atij që bën xhihad në rrugën e Allahut azza. E transmetuesi po thot edhe mendoj që ai llogaritet se ai që vazhdimisht falet natën edhe që vazhdimisht agjeron ditën. Kjo vlera që e madhe për ati që kujdeset për familjen e dëshmorëve edhe kujdeset për fukaret. Kjo e drejta e 5 që ka të bëjë me fukaret. E drejta e 6 po thot Allah azza jall wal jari dhil qurba wal jari al junub. Kjo është drejta e 6 e 7 him këtu. Atë kujshia i afërm edhe kujshia i largët. Këto dietarët kanë dhënë komentime ndryshme çka është për qëllim kujshia i afërt, kujshia i largët. Disa kanë thënë kujshia i afërt është për qëllim musliman, kurse kujshia i largët ejnebi, domthon është jo musliman. Disa kanë thënë për qëllim është kujshia i afërt është domthon atë që ki edhe kujshi, po është edhe farefis. Kurse kujshia ejnebi ose domthon ka kuptime të ndryshme në gjuhën. Ejnebi i panjohur ose i larg ose kështu me radhë është domthon ai kujshi që nuk e ki farefis. Po. Do thotë kujshia i afërm edhe kujshia i largët. Allah azza wa jall edhe i dërgumi ti në shumë ajete, në shumë hadithe na kanë urdhëruar që domthon përveç këtij ajete Allah azza wa jall edhe i dërgumi ti në shumë hadithe na ka porositur që na mos sjell mirë me kujshi. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu. Thotë vazhdimisht Jibrili më ka porositur me kujshin derisa ka menduar që ai do të ketë hisën trashëgimi. Natë kjo tregon vlerën e madhe të kujshive, don atë shumë Jibrili alayhis salam ka porositur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për bamirësi ndaj kujshive, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka menduar që ai aty ka me të kamu hisë në trashëgimi. Nëse në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet 3 herë. Atë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Atë pasha Allah nuk ka besu, pasha Allah nuk ka besu, pasha Allah nuk ka besu. E pyesën kush ai dërguari Allah? Kush është ai që nuk ka besu? Thot men la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Nuk ka besu ai i cili kujshia nuk është i sigurt prej të këqijave tina. Kjo është kërcënim i madh nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 herë po betohet.
3 herë po betohet se nuk ka besu, ai domani se le kojshia nuk është i sigurt për këtij aty. Ktu nuk ka besuar është për të thënë nuk e ka besimin në rregull, nuk e ka besimin tamam, ai se le kojshia nuk është i sigurt për këtij aty. Gjithashtu transmeton lidhur me do thot sjelljen e mirë me kojshie, transmeton Buhariu një hadith nga Aisha radhiyallahu anha që ajo thot inna li jaraini fa ila ayyuhuma uhdi qala ila aqrabihima minki baban. Aisha radhiyallahu anha ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë unë kam 2 kojshi. Thotë cilët më jap përparësi, cilët më japun në dhuratë. Thotë jepi përparësi do thotë ai që është më afër derës tonë. Në kojshia aq më afër me kanë derës shtëpisë, aq më shumë meriton respekt. Nga se disa dietarë do thotë e kanë përkufizuar se e kanë dhënë edhe kufi se deri kur llogaritet kojshia si kojshi. Disa dietarë siç është Imam Muzai rahimullah thotë se kojshi llogaritet deri në 40 shtëpi. Deri në 40 shtëpi llogaritet kojshia kojshi. Në 40 shtëpi veri, 40 shtëpi njog, 40 shtëpi lindje edhe 40 shtëpi në perëndim. Veç padyshim se ai që është më afër derës shtëpisë, ai meriton respektin më të madh. Një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Muslimi, i thotë Budhairit radhiyallahu anhu, thotë ja Abu Dharr, ila tabakhta mirqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranik. Tan o Abu Dharr, kur të gatuish ndonjë çorbë apo ndonjë ushqim, atëherë shtaja asaj ujin dhe llogaritë edhe kojshin tënd. Llogaritë edhe kojshin tënd që më jep prej ushqimit tënd. Llogaritë kojshin tënd që më jep prej ushqimit tënd. Dhe këtu disa dietarë tregojnë se kjo do të është prej lehtësimeve që Allah ja ka bërë beti. Nëse në këtë hadith po thotë shtaja ujit. Po thotë domon shtaja ushqimit të mishëm, po thotë shtaja ujit, domon që është një san i lehtë. Një san i lehtë që mundet me pas secili. Mjashtu ujit që është pa parë. Do kur të përgatish ndonjë ushqim, atëherë shtaja ujit dhe llogaritë dhe kojshin tënd. Do thotë disa dietarë thonë se ndalohet çdo lloj pengesë ndaj kojshisë. Çfarë do lloj pengesë qoftë? Qoftë edhe me erë tënd. Që do thotë nëse gatun në ushqim, pengu era atyna, ose me ngrit zonin atyna, ose kështu me radhë. Çfarë do lloj shqetësimi që kushtojnë kojshisë, është ndaluar në shariatin islam. Një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la yamna ahadukum jarahu an yaghrisa khashaba. Bila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që mos ta ndaloj asnjëri prej jush kojshisë tij që me mbjell ndonjë pemë në murin e tij. Do thotë as me mbjell pemën në murin tënd nuk e ka lejuar i dërguari i Allahut që më janë ndaluar këta kojshisë. Kjo është si shkak i drejtës të madhe që ka kojshia në islam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka veçuar gratë dhe i ka thënë ja nisa al-mu'minat la yahkiranna ihdakunna ala jaratiha walau min qura'il lahmi al-muharraqa aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë o ju gra besimtare, mos tani çmaj kojshikën ndaj kojshikës, qoftë do thotë një copashti me mish të pjekën ndaj kojshikës së saj. Mos tani çmaj asnjë vepër kojshikja ndaj kojshikës së saj, qoftë një copë mishe të pjekët, që është domthonjë qoftë kufsh e delës apo kështu me radhë. Kjo do thotë ka një farë lloj lidhje me hadithin tjetër të përgjithshëm, që më thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Mos në çma prej vep, mos në çma asnjë vepër të mirë qoftë edhe duke takuar vllajën tënd me fytyrë të buzëqeshme. Kjo ka domthonjë e drejta e 6 dhe 7. Kojshia e afërm dhe kojshia e larg. Do thotë e cekëm në mënyrë të përgjithshme mirë, po nuk e cekëm me detaje, që do thotë nuk veçohet sjellja mirë me kojshi vetëm ndaj muslimanëve, mirë po edhe ndaj jo muslimanë, edhe ndaj pabesimtarëve obligohet që mos sjell mirë me ta nëse është prej kojshive. Nga se këta ka vepruar i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam
dhe gjithashtu e kanë vepruar sahabët. Prej sahabëve që transmetohet është Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ai saher që ka thënë ndonjë dele ka thënë mish edhe krishti jehudi. Derisa edhe nëse ka mungu kur ka ardhur të shtëpia i ka pyet familjen ai kinjat krishtin jehudi. Ai kinjat krishtin jehudi. Do thotë bamirësia ndaj krishtis nuk është e veçantë vetëm prej muslimanëve. Nëse krishtia nuk është musliman, atëra e ka një drejtë, e ka drejtën e këshillakut. Nëse është edhe krishtia dhe është musliman, atëra e ka dy drejta. Ka drejtën e këshillakut dhe drejtën e islamit. A nëse është edhe krishti, edhe është musliman, edhe është farefis, atëra ka tri drejta. Ka drejtën e krishtisë, drejtën e islamit dhe drejtën e farefisë. Kjo është sa i përket do të thotë bamirësisë ndaj krishtinëve. Kjo ka drejta e 6 edhe 7. Sa drejta e 8 atë Allah azza jall wasahibi bil zambi do të mos jeni me bamirësi edhe ndaj mikut që keni pranë. Ndaj mikut që keni pranë. Miku që keni pranë, disa dietarë kanë thënë është për të miku gjatë udhimit, ose miku që nëse është për të në udhim në mënyrë parsore është ai që nuk e në udhim. Ndërsa kanë thënë për qëllim miku që keni pranë është për qëllim bashkëshortja. Mos jeni mirë me bashkëshortën. Po cila do prej mendime që është i saktë lidhur me këtë ajet, të dyja ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Si mos jeni mirë ndaj shokut mikut që ki pranë, po ashtu edhe ndaj grave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se më i miri është ai që është më i mirë me gruan e tij ose me familjen e tij. Po kjo është do të thotë e drejta që përmendëm e 8-ta, kurse e 9-ta thotë Allahu azza jall wa ibn as-sabil. Do të thotë edhe ai musafiri që ka mbet në rrugë. Ai person ka ardhur prej një vendi, ka ardhur në një vend të huaj, domethënë është në gurbet. Nëse ai është mbet pa tholla, pa pasuri, ka mbet se zakonisht ata që shkojnë në gurbet kanë nevojë për ndihmë, nga sa ato nuk e kanë as prind, as farefisën, as kënd nuk e kanë që do të ja ushtrim dorën e ndihmës prej familjare. Andaj është në një vend të huaj. Prandaj Allahu azza jall ka urdhëruar që na mos sjell mirë me këta musafirë që janë mbet në rrugë. Që do thotë për shembull prej tyre është edhe ai që ka marrë një rrugë gjatë rrugës ju kanë ndërprej do thotë pajisje. Kanë ndërprej do të pajisjet qofshin ushqimore, qofshin do të tollat e kështu me radhë. Allah dhe i dërguari i tij na kanë urdhëruar që mos sjell mirë ndaj. Madje këtyne ju takojnë edhe hisën e zakat. Kjo është e drejta e 9 që përmendëm. Sa drejta e 10 thot Allah azza jall wa ma malakat aymanukum. Mos sjell bamirësia me atë që në posedon e djathta juve. Mos sjell mirë me shëptorët ose me sklavët, me robërit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith sakt ka urdhëruar që dhe ka thonë ikhwanukum khawalukum ja'alahu Allahu tahta aydikum faman kana akhahu tahta aydihi falyut'imhu mimma yut'am wa yalbisuhu mimma yalbis wala tukallifuhum bima la yatakun fa in kalaftumuhum fa'inuhum. Dhe thot kuptimi i këtij hadith është që ikhwanukum khawalukum, do vëllezërit e ju shërptor ose skllav janë vëllezërt ju. Janë ata që Allah azza jall ju ka lënë ju në pushtetin e ju. Prandaj ai i cili për ju ka mësuar Allah që me pas vëllain e tij në pushtet, atëherë le ta ushqej me atë çka ushqehet, le ta vesh me atë çka veshet. Edhe thati dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam wala tukallifuhum ma la yutikun. Mos i ngarkani me punë trana që nuk mund mi bajt. Nëse i ngarkani, atëherë ndihmoni aty. Kjo është prej bamirësisë që Allah ka urdhëruar ndaj shërptorëve. Madje edhe Anas ibn Malik radiallahu anhu që u shkon prej shërptorëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai vetë tregon. Thotë 10 vjet i kam shërbyer dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe asnjëherë nuk më ka thonë për diçka që ka kam bërë pse ke bërë. Se për diçka që se kam bërë pse se ke bërë. 10 vjet i ka shërbyer. Anas radiallahu anhu pejgamberit. Dhe gjithashtu Anas thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan. Thotë ka qenë i dërguari Allah, njeri me moralin më të mirë. Ta për përshkruan, kush për përshkruan kështu për përshkruan shërbëtori i tij, se ne ka shërbyer 10 vjet. Kjo është drejta e 10 që përmend Allahu i Madhëshëm në këtë ajet.
Në fund të ajetit thot Allahu azza wa jall: Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Në vërtetë Allahu azza wa jall nuk e don atë i cili është mendjemadh dhe lavdrueshëm. Mukhtalan domon ai është personi i cili është mendjemadh, i cili e llogarit veten më të lartë se tjerë. Ndërsa fakhura është ai i cili e lavdron veten shumë. Të dy janë persona jo të dashur tek Allahu azza wa jall. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që nuk hin askush në xhenet që ka qoftë sa grima me ndjemasisë në zemrën e tij. Ka thonë sahab me njëri prej sahabëve ka thonë i dërguari Allah, po njëri ka dëshirë që më vesh bukën. Pejgamberi sa më tregon se nuk është ajo me ndjemasi, më vesh bukën, nga sa Allah është i bukur edhe don bukën. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Don mendjemasi është refuzimi i të vërtetës e nënçmimi i njerëzve. Çka llogaritet mendjemasi? Çka është urtësia që Allahu azza xal masi që përmend 10 drejtat? Çka është urtësia që Allah në fund po thotë, Allah nuk e don ata që është mendjemadh dhe ligdotshëm. Çfarë lidhe ka kjo me 10 drejtat që përmendi Allah? Thotë Sheikh Saadi në tefsirin e tij, thotë se shkak që Allah azza xal ka përmend në fund të ajetit është se këto dy kategoritë njerëzve janë ata që ju largojnë këtyre të drejtave. Me djemllajt, ata që lavdojnë janë ata që nuk e realizojnë këtë drejtë. Ata janë që nuk e realizojnë këtë drejtë. Për fund, e falenderojmë Allahun azza xal, i cili na ka të bunë këtë vend dhe lutem Allahun azza xal që na ka të bunë këtë vend me na bashku në xhenetin e tij. Dhe lutem Allahun me fal mua dhe me fal pranishmit e gjithë ata që i dëgjojnë gjithë muslimanët dhe muslimanët. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.